Ju e keni ardhur disa herë në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe rasti që keni ardhur tash për festimin e kremtimin e 100-vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë. Cili është mendimi juaj për komunitetin shqiptar në Amerikë dhe veçanërisht këtu në Michigan që ju i njoftuar disa herë? Kam ardhur shumë herë këtu në Michigan. Në 1979 ka Windsor, më kanë sjell këtu, e vura në kontakt me gjithë juve, pranë në vitra të tjera. Në këtë rast do ndue Gjergji, famulitari kishës katolike Shëmria e Bekuar, më pati kështu mendimin të më fton të mua për të mbaje këtë bisedë, këtë kumtes mbi arbreshet dhe pavarësia shqiptare. Këto takime në një pastaj vitra, kam shkuar në shtëpi, më kam nderuar shumë, kam folur edhe me familjat shqip, shikova shumë bukur se pjesëmarrja e studiuesve atje të kuvendi u bën me një nivel të lartë, gjithë referuesit kanë folur nga shumë pikpam një ditë të tërë me këto referata që kanë bën me njerëz e studiues nga Kosova, nga Malizi, nga Maqedonia, nga Shqipëria, edhe unë arbresh. Kjo kombësi që u dëftua edhe me këta kumtesa të bukura që u mbajtin të kisha ku drejton do ndue me pjesëmarrjen e gjithëve të tjerëve, atje ushtruan gjithë këta probleme, edhe roli si Luigi Gurakuqi, edhe ertin e përfaqësuesi i Vatres të New Yorkut, të Bostonit, kështu. Është një gjë e bukur, pse shiko, kjo është gjallë, shpirti i arbërit që është gjallë. E pstana që një mbrëmje edhe jo madhështore të kisha e Shëmpalit, e Shën Pietrit, me Don Frano Kola, me gjithë bashkëpunëtorët e tij atje që ambasadori, gjithë ta që kanë folur, gjithë shfaqjet teatrale me këngë, me kostumet tradicionale, mijë njerëz që ishin atje. Unë mendoj se Michigani vërteta është i gjallë. Është i gjallë pse vepron me këta ka. Në një gjëre e bukur që shikova e konstatova bukur se keni krijuar edhe ambiente madhështore ku ju mund dëftoni gjithë madhësinë tuaj, si këta ambiente atje, lokalet për shembull, gjithë mjetet, edhe shpirti shqiptar lartësohet shumë, o e larta besajon sa të bukura në dëfton këndomina. E mund thomi edhe se gëzimi më i madh për çdo ndërnesh që jemi këtu është madhësia e Shqipërisë, la grandezza dell'Albania. Një madhësi shpirtërore, një madhësi morale, vjen problemet një madhësi politikë këtu. Shikojmë këtu kemi këto di zemra. Qisha këtu, thomi për qishën të Kështere, me këto di qisha na bashkon, si këndomina, qisha na bashkon, qisha na shëntron, qisha na shpëton, qisha na lartëson. Qisha që vjen me të. Jo lokali, është edhe lokali. Po qisha është zemra ime, zemra jote, zemra ti. Kjo qisha e jon pësa në bëhet një shoqëri. Kjo është qish personale imi atje me këto ndjenja, me këtë pasuri shpirtërore, kur mbjedhemi bashk, bëhet një uragan shpëtimi, një uragan pjot me dlit, si është një uragan i keq, mund thomi që të helq vdekje, janë këta momente. Për këtu, mund thomi këtu, se është një uragan shpirtëror, me dritë, me lartësi, me fuqi, që na bashkon. Neve këtu, po, është bukurie madhe, na bashkon me Shqipërinë.
të dashur, edhe me trojet e tjera, ku janë vëllezërit e tanë, edhe me arbreshet. I nderuar Belush, faleminderit, por në Shqipëri ekzistojnë të fe. Cili është mendimi juaj për bashkëjetesën dhe për harmoninë e tyre ndërfetare? Ma kjo harmoni është respekti, ma kanuni, ne kam aplikomi kanunin. Kanuni e thot drejt, edhe to që e thoni. Si e thot? Thot që e thot, se otomani, musulmani ka të respektojnë të kështerin. Të kështeri ka të respektojnë e të di bëjën të madhe Shqipërinë. Respekti, që thot kanuni? Kanuni thot ajo mikpritja. Ka të respektosh regullat ma edhe në Shqipëri respektohen këto regula. Respektohen me nderime, pëse me edhe këtu. U bë për shemjo shura, festa e shures, të Bektashiant, e vate do ndue, erdi edhe do në Frano Kola, e va me ndëruam, e ishe edhe një tërprift, ishe edhe një tërprift otoman, të kisha një imani, nuk di si e thonë, në mbajmente, u ndëruam njëri me jetrin, edhe jetrin bërë më këtu të kisha, ertin e, kjo është, edhe me si shikohet, duhet dhe jo. Njeriu me kulturë, edhe na qishtar, edhe u prift, duhet kulturë edhe duhet ullësi, comme dicevamo noi, ullësia. Ullësia viene me thonë umiltà, ullësia. Se nëse jam i ulljet, ullësi, shpirtërisht, u mendonj, edhe nëse në nga vërtet, ma se ti je gjithmonë, është vërtet, me mirë se u. Edhe ndo qofë se nuk je, ma u kam mendojnë se ti je me mirë se u. E u kam mendojnë se u kam mësojnë ka ju. E kam ju afrohem juve. Ndo qofë se së është kështu, u kam frikë ka ju keni frikë ka u, ma neve na beshkon feja. E kam jam e një dëshmi botës se kjo fe, që na lidhen. Pësa dhe shdo njeri, brënda të ndërgjegja jonë, ti në mund futësh të ndërgjegja ime. Unë në mund futëm dhe ndërgjegja jote. Po inë Zot, Perëndia, si do e ke bes, o i ke shter, o musliman, o bektashian, o pa fe, o ateist, a i hinë, i larti, hinë në ndërgjegjen time. A i me judikon, a i e di, si jemë. Për këtë na nuk kam bëmi gjukata, nuk kam bëmi fushata për të judikomi njërën me jetë. Nëse jemi të ultë, na gjithmonë kemi buskeshje në buzë, edhe kemi gëzime në shpirt. E pësana Perëndia që është i madh, ai na kam jemi shembull në botë. Kjo bisedë do t'jetë një bisedë e veçantë në arkivin e televizorit shqiptar, pasi është zhvilluar sot në ditën e 100 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë, dhe këtë privilegj televizori ja kushtoi juve, pasi juve më shëroni, juve përcjellni ato vlera, virtute, ato cilësi, ato mirësi që ka vetë populli arbëresh dhe i ka ruajtur në shekuj. Ndaj unë ju falenderoj që ishit në studio me neve, dhe me këtë rast unë ju jap mundësinë që juve të uroni të gjithë shikuesit tanë në rastin e 100 vjetorit të Shqipërisë. Vlezër e motra të dashur, nuk e konj fajna se kështu, po u folje me zëmer, pa përgatitje as një programi, as një pjetje. Unë mendoj se bëgatësia, pasuria shpirtërore që vjen nga udhëtimet e mia, nga studimet e mia, nga takimet e mia, nga vatrat që kam takuar edhe ku kam mbetur. Mundje se nuk jam shumë jaft të shpreh gjithë mirënjohjen time për këto vlera kulturore, shpirtërore që u kam marrë si arza tek mjalti
tek mjalti, jo arza që punon që kam ju thomë, arbreshet, arbëria edhe kur erdhe këtu në avion më thojen kur thash kush je ti? U jam arbresh. Arbresh je ti? E folni a dhe Shqip? Thash po, pse nuk folni me Shqip? Si bëni ju? Çdo njeri bëni këtë pije ju. Si qindroni i çuditur, si u arbresh, ka 500 vjet, folin arbresh. Shpjegimin edhe lekt. E sola për para mëmën time, që bekonj e që ka vdekur. Dure sjell këtë shembull, u jem e sjell për para, çdo mëmë, çdo nën shqiptare. Kush është që nuk do mirë nënën e vetë? Kjo është motivi më i madh është këtu. E kjo është, nëna jona këtë do. Për këtë do se na jemi krenar për mëmën time. E nëse mëma ime më folin Shqip, më edukoj Shqip, mëma, lëshomit të tjeret, shkolla që vjen atë, e para kjo. Pësa në gjithë tjerat gjëra, kjo, duket një gjë e lehtë, po është edhe vështirë, thot, ma nëna. Kjo është arbreshi ki këtu është. Për këtë, e duhet mëma pëstana më futi në zëmër dashurin, respektin për tjeret, edukaten, kush me dha mua? Me dha mëma. Pëstana erdi shkolla, pedagoget, ertin pastaj. Shpalje, në 100 vjetorit, uronjë, qka më uronjë? Të romi i gjithë mire me shëndetë, e kështu të jemi gjithmonë të gëzuar me këta mendime, që na vijen ka shpirti inë, edhe që plotësohen me shtetin që kemi sot në Shqipëri, që në nderon gjithve neve, a i flamur që sot lëviz kështu bukur në Vlorë, në Tiranë, edhe lëviz të shtëpitë tona, e lëviz edhe të zemrat tona, ki flamur që është kombësia shqiptare, ki flamur që përmbledh historin tonë, si arbresh, si shqiptar, si kosovar, si kamalizi, si makedones, si diaspor këtu, në Michigan, ose në New York, ose në Kanada, ose në Australi, ki flamur, shiko, të mbami, të gjallë, të shpirti jonë. E televiz, gjithmonë. Si, kur bjeshi, edhe kur është djeli. E djeli sot, që edhe ki qjeli sot, këtu në Michigan, zbukuron, e gëzohet, bashk me flamurin ton shqiptar, bashk me 100 vjetorin e Shqipërisë. Rofshi dit, e rofshi vjet, ki është një urim arbresh, që thot kështu. Rofshi dite, është ima, rofshi vjete, rofshi dite, rofshi vjet, vitra, rofshi sa e dafshi vet, ashtu bëft, shërmëria, ju vaft mbar, gjithë shtëpia, me shëndet. Falemderit shumë falemderit. Të nderuar teleshikues, isha privilegjuar që kisha të nderuarin Antonio Belushi, dhe ju falemderit dhe në emrin tuaj e falenderoj. Falemderit dhe në emrin të shikuesve dhe me shpresë që të takojmë përsëri. Faleminderit. Shumë falemderit.